Po e vërtet, është biseda në cilësinë e kapacitetin e dikujt që mban post publik, është me rëndësi me qenë e para informative dhe dyta e dobishme për ata që e shikojnë. Tash e këndshme, na nuk kemi mision argëtues, prandaj në kuptimin e vetëm plotësimit të misionit për cilin jemi zgjedh edhe për cilin natyrisht që kemi marrë besimin për me i shërby. E qytetarëve ma shumë se çka do tjetër, sot ju duhet e para qartësi, e dyta stabilitet edhe e treta pak vizion për të ardhmen se në cilin drejtim, në cilin rrugtim jemi si shtet edhe si struktura politike. Procesi i konstituimit të institucioneve pas procesit zgjedhor, kësaj radhe që që kemi pa, vetëm me procesin zgjedhor ka shku pak ma gjatë, edhe ka qenë paksa i lodhshëm në kuptimin e pritjes. Do me thonë, ne i kemi gati 2 muaj në tërmjet, ose ma shumë se 2 muaj prej ditës së mbajtjes së zgjedhjeve deri te certifikimi edhe fillimi i pregaditjeve pastaj qysh është paralajmëru i diskutimeve të forcave politike mbas rezultatit zgjedhor. Edhe kjo në vetvete nuk po më duket që e ka jap qatë impuls pozitiv tek qytetarët. Arsyeja është që e para kredibiliteti i procesit i administruar prej Komisionit Qendror Zgjedhor me rezultatin e me problemet në rezultat, ka shtu shumë ndryshime dhe e dyta është që është herë e parë, ndoshta mbas një periudhe ma shumë se një dekade gjysë që jemi ballafaqu me situatë të tillë. Tash kur u kry procesi certifikimit, përkundrejt se është një lanë në gjykatën kushtetuese, duhet me vazhdu konstituimi institucioneve, ne qysh e dini mandatari për mandatin e ardhshëm qeverisës, kryeministri Albin Kurti ka fillu konsultat edhe bisedat me partitë gjithësisht me grupet e partive jo shqiptare, jo sërbe. Pse nga ta inisja? Keni përgjigje? Po, për arsye se edhe herën e kalume në qeverin Kurti 2, përkundrejt që kemi pas një shumicë me 10 deputet më shumë, kam fillu, do me thonë, koalicioni gjithësisht arsyeja e lidhjes së koalicionit ose një bashkëpunimi formal ka qenë me këto parti. Me këto është edhe një farforme, janë edhe vendet e garantume edhe në kuvend edhe në qeveri, njëjtë edhe për pakicën tjetër, apo komunitetin një shumicë tjetër, por gjithsesi që ka pasur trajtim në kuptimin e bashkëpunimit ose një vazhdimësie të komunikimit prej edhe mandatit kalum. Do me thonë, ju i keni pa shumica e përfaqësuese të subjekteve, apo edhe vetë deputet të zgjedhur. Tash në këtë mandat janë ata me cilët kemi bashkëpunu, në veçanti unë si kryetare grupit parlamentar në mandatin e kalum, gjithsesi në legislaturën e 8, dhe ajo ka qenë, si me thonë, një natyrshëm, një koherencë. Po, nuk është ma e lehtë, është pak ma e vështirë, qysh e kemi pa, numrat e tregojnë që vetëm me komunitetit jo shumicë sirën e kalume nuk ka me qenë e mjaftueshme ose nuk është e mundshme të arrihet numri 61 i minimumit që duhet për një qeveri të votohet, dhe prandaj edhe kjo është tashmë një punë e cila ka me vazhdu procesin edhe e cila ka me shty përpara gjithsesi diskutim të matutjeshëm mbi formën e mënyrën e arritjes të ky 61 për me e pas një qeveri me mandat të ri të kuvendit nga legislatura 9. Edhe kretë që kjo është mirë,